Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për 6 të pandeurit e dosjes Metamorfoza 2, të cilat u shpallën fajtor për një seri veprash penale, të përfshirë në trafikimin e narkotikëve, sigurimin e kushteve për vrasje dhe pjesëmarrje në grupe të strukturuara kriminale. Të gjithë akuzuarit përfitojnë ulje të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar, duke reduktuar në mënyrë të konsiderueshme kohën që do të kryej në burg. I shefi i krimeve, Detar Gjoni, u dënua fillimisht me 12 vite burg, por pas gjykimit të shkurtuar do të vuajë 8 vite. Ai u shpall fajtor për trafik narkotikësh, përdorim detyre dhe sigurim të kushteve për vrasje. Ismail Zeneli, akuzuar për trafik droge, për krahje të grupeve kriminale dhe sigurim kushtesh për vrasje, u dënua me 15 vite burg, të reduktuara në 10 vite pas gjykimit të shkurtuar. Bujara Jeti Gërmizi, në lidhje të njohura me trafikun e drogës, u dënua me 9 vite burg, po për shkak të gjykimit të shkurtuar do të kryej 6 vite. Adrian Cenaj Dedja fillimisht u dënua me 6 vite burg, duke e reduktuar në 4. Besmir Murati dhe Albert Prega u dënuan secili në 12 vite burg, por pas gjykimit të shkurtuar do të vuajnë 8 vite. Të dy akuzohen për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Gjatë hetimeve autoritetet sekuestruan telefona, armëzjarje, automjete dhe dokumente financiare të dyshimta. Sipas dosjes, së pandehuri dyshohet se kanë siguruar kushte për vrasjen e Albert dhe Edmond Nela në Britani në kuadër të një akmarrjes, si dhe kanë qenë të përfshirë në trafikun e kokainës nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian.